Vazhdojmë të kushtojmë vëmendje leximit të shkrimit dhe inkurajimit mësimdhënies të këtij ligji, lavdiat. Ligji për të rirë 23. Masandaj do kalojmë në profetët dhe në të njëjtën kohë do kalojmë dhe në letrat e apostujve për lavditatin. Ligji për të rirë 23, vargu 10. Në rast se dikush mes teje është i papastër nga një ngjarje natës, ka fjalën kur del në këtë rast ka fjalën për kur del farën një farë thot nga trupi i tij gjatë natës thot ka për të dalë nga kampi thot dhe nuk do të kthehet me thot në mbrëmje do të lahet me ujë dhe pas perëndimit të diellit mund të kthehet në kamp. Një gjë shumë e thjeshtë, është e vështirë të lahesh me ujë. Neve këto gjëra i bëjmë nga realisht shumë prej urdhrimeve të Atit ti po i zbaton në këtë rast duke sepse bëjmë gjërat inkoshenc shumë herë në pavedijen tonë sepse janë gjëra të mira themi për t'i bërë. Ja ku thot Ati, kur ndotesh thot do lahesh thot. E ka fjalën në ngjarjen e natës, e ka fjalën kur del një farë në këtë rast kur për ju vëllezër ka fjalën. Vargu 12, do të kesh dhe një vend jashtë kampit dhe do të shkosh atje për nevojat e tua. Dhe midis veglave të tua do të kesh dhe një kunj dhe ku do të shkosh për të mbledhur ksupsu për jashta. Me te do të gërmosh një gropë dhe pastaj do të mbulosh jashtësitë e tua kampin. Përgatitja thot, kur je në kampin tim thot, mendo largohu thot, hap një gropë thot, krye gjërat e thot, pastaj mbuloj thot, me urdhrimet e tija. Apo nuk janë për të bërë, nuk mund ti, dhe shumë për nesë ndoshta mund ta keni bërë më përpara. Nëse me qenë se Jahu Elohimi yt thot, ecë në mes të kampit tënd thot, që të bëj të lirë dhe që të t'japë në dorë armiqtë e tu, prandaj kampi yt, arsye pse thot Ati, ti jeti shenjtë që Jahue të mos shoh në gjirin tënd asnjë pa turpërsi dhe të largohet prej teje, thot, sepse po e ndot kampin tim, thot, kampi tim thot, do të jeti shenjtë i veçuar, thot. Lavdjemi të tija, thot. Okej, vazhdojmë në vargu 17, thot. Nuk do të ketë asnjë grua që merret me prostitucion midis bijave të Izraelit. Nuk do të ketë asnjë burrë që merret me prostitucion midis bijve të Izraelit. Në shtëpinë e Jahu Elohimit tënd nuk do të çosh përblimin e një prostitute as çmimin e një qeni. Për asnjë kusht, sepse këto dy gjëra janë ndyrësi për Jahu Elohimin tënd. Urdhrimet e tija, nuk janë të vështira, nuk janë të rënda për t'i kuptuar. Vazhdojmë, vargu 19. Vllai tënd nuk do t'i japësh hua me kamatë, ka fjalën ata që janë të beslidhjes. Apo interes thot për të holla thot interes për ushqime ose çfarëdo gjë tjetër që huazohet me interes. Të huajt që janë jashtë beslidhjes, ata që nuk besojnë thot, mund t'i japësh me hua, me kamatë, por jo vëllait tënd. Me qëllim që Jahu Elohimi tënd të bekojë në të gjitha gjërat mbi të cilat do të vesh dorë në vendin ku je, duke hyrë për ta pushtuar. Kur jep thot vëllezër e motra në besim thot, diçka që ja jep hua mos e jep me interes. Kurse atyre që janë jashtë të kishës në këtë rast thot, po atyre mund t'ja bësh, po jo vëllait tënd. Por jo vëllait e motrës tënde. Vazhdojmë, vargu 21. Kur lidh një kusht me Jahu Elohimin tënd, nuk do të vonohesh ta kryesh, sepse Jahu Elohimi yt do të kërkojë me siguri llogari dhe ti do të ishe fajtor. Por në rast se ti nuk lidhe kushte, nuk kryen mëkat. Shumë hapur. Kur bën një betim, një kusht përpara Atit thot, mos u vono ta kryesh thot, sepse ndryshe thot po mëkaton. Por në rast se nuk ke lidhur në një kusht në një betim thot, atëherë nuk po kryen mëkat. Baje fjalën që të ka dalë nga goja jote, sepse ke marrë përsipër në mënyrë të neveritshme përpara Jahu Elohimit tënd, atë që ke premtuar me gojën tënde, thot. Kur nuk e zbaton, është një gjë e neveritshme përpara Atit, thot. Prandaj lexojmë që ajo poja të jetë po, joja të jetë jo apo jo. Ku ka dalë? Baje fjalën ka dalë nga goja jote.
Ishin urdhrimet, vëlla motor, prandaj apostulli dhe Mesia përmendi dhe predikoi ligjin. Lavdiati. Amaris. Falni vëlla motor. Haleluja. Vazhdojmë vëlla motor. Apo ishin me sape, ishin urdhrimet e Atit. Ne ligji për të rinj 23 mund të rishikosh në jetën tënde, për ecjen tënde, për të zbatuar urdhrimet që Ati na jep. Profetët, do kalojmë tek profetët e Isaia që themi, emri i tij vërtet Jeshaja. Ne kapitulli 52, fillon vargu i parë, thotë rizgjohu, vishu me forcën tënde, o Sion, vish rrobat e tua të mrekullueshme, o Jeruzalem, ke qyteti i shenjtë. E prandaj vëlla motor, kur flet për Sionin, kur flet për malin e shenjtë, qytetin e tija, Jeruzalemi i ri, flet për qytetin që shprehet në zbulesa 21 me detajet, edhe në zbulesa 22 dhe përtej dhe në në Isaia 2 apo në Ezekieli 36 ku flet për fryma që do vi brenda në ai që zemrën prej ngurtë, flet për ringjalljen vëlla motor, që të ecim në të gjitha dekretet dhe ligjet e Atit, do t'ju bëj që të ecini. Përse? Se të do kemi hequr mishin prej te lupi ynor për të hyrë në portat e qytetit, ku do zbresi vëlla motor. Atëherë vargu 1 vazhdon thotë sepse nuk do të hyjë më tek ti i pare preri dhe i pastri. Nuk do të hyjë më tek ti, kush? E shikon që Ati është serios për urdhrimet e tija vëlla motor për të hyrë në qytetin e tija. Është një beslidhje e përjeshme dhe në këtë rast rreth prerja në vitën e 8 për fëmijët tanë dhe ata që vinë në besim më vonë në Mesia që janë kombet jashtë. Mesia veta në Marku 7, mos gabojnë në Marku 7, që foli hapurazi që thotë ju çfarë, ju rreth preni thot njeri në sabat, thotë që të mos të ligj apo jo. A nuk e tha ti gjë vëlla motor? Ndërkohë e beri beslidhje të përjetshme, është një nga kriteret për të ngrënë Pashkën, do t'i flasim. Ndërkohë Ati thot për qytetin e tij, thot sepse nuk do të hyjnë me tek ti i paret preri dhe i papastri. Lidhur me 2 Korintasve 6, ku flet për atë beslidhjen, ku flet masandaj dhe përmend vetëm ligjin, përmend apostulli Shaul Pali në 2 Korintasve 6 për veçimin për shenjtërimin. Hapurazi shkrivet. Shkunde plurin që ke në kuriz, qohu dhe ulu ndenjër o Jeruzalem, zgjidhi zinxhirit që ke në qafë, o bije Sionit që je në robëri. Kjo na takon neve. Pendohemi, thot. Të hyjmë në qytetin me pak fjalë. Ki dhe tutja, thot, mos falje, thot, çdo gjë tjetër që të mban peng, thot, apo praktikat pagane, çdo gjë që është në zemrën tënde që nuk është në urdhrimet e mia, thot, hiqe thot Ati, shkundi ato gjëra, shkunde plurin vëlla motor. Sepse kështu thot Jahve, ju kam shitur për asgjë dhe do të shpengoheni pa para. Sepse kështu thot mjeshtri Jahve, populli im zbriti se lashti në Egjipt për të banuar, pastaj Asirje shtypi pa shkak. Argu 5. Dhe tani, çfarë të bëj unë këtu, thot Jahve, ndërsa populli im e ka hequr larg për asgjë. Ata që sundojnë bëjnë që ai të rënkojë, thot Jahve, dhe emri im shahet vazhdimisht tër ditën. Prandaj populli im duhet të njohë emrin tim. Lutemi që të njohë emrin e tij. Kemi frikë emrin e tij që është fillimi i urtësisë. Prandaj do të kuptojnë atë ditë që unë jam që kam folur, ja ku jam. Sa të bukura janë mbi malet këmbët e lajmëtarit që sjellin lajme të mira, që njoftojnë paqen, që sjellin lajme të bukura mbi gjëra të mira, që shpall shpëtimin, që i thon Sionit, Elohimi yt mbretëron.
Këta shëbëtorë po shpallin lajmin e mirë të mbretërisë për të hyrë në qytetin e tia, atje ku Elohimi jonë në këtë rast do mbretëroj me birin e tia. Vazhdojmë në shkrimin. Vargu 8, në Jeshaja 52. Ja të shikoj pak në ekran që të përmblidhet mirë, okay. Dëgjo, rojet e tua ngrenë zerin dhe lëshojnë bashkë brit magëzimi, sepse shohin me sytë e tyre Jahuen që kthehet në Sion. Jahue kthehet në Sion, përtëria e tia, prania e tia me të birin e tia, do hape qeli, do shikoj matin në fronin e tia, do t'ja afrohesh atit vëlla motër, do shikojmë fytyrën e tia në atë ditë. Në qoftë se kemi besim dhe vazhdojmë të ecim në urdhrimet e tia. Mua më vjen keq vëlla motër, sepse i të lajmi mirë ungjilli që themi është keq interpretuar dhe kemi manipuluar shkrimin e atit, të kush më pak, kush më shumë, të gjithë për nesh jemi fajtori. Por të themi që Efesianët 1:4, mbasi besuam u vros me frymën e shenjtë të premtimit, mjafton ajo, nuk është biblike, është fillimi i hyrjes së beslidhjes. Masandaj ka një rrugë që do të ndjekim për të hyrë në portat e lavdisë, vëlla motër. Nuk është që ne jemi të shpëtuar me anë të veprave. Efesianët 2 e thon hapurazi, Titi e thot hapur, hiri që u dha, në këtë rast e ka fjalën për hyrje në besim, në mbretërinë e tia, pendohemi nga mëkatet e atij ligji që kishim shkelur. U penduam, masandaj besuam tek Mesia. Por masandaj mbasi hyrën në beslidhje, nga ato mëkate që neve u penduam pak më përpara që çfarë kishim shkelur ligjin e tij të përsosur, më vonë nuk është nevoja në këtë rast ta mbajmë atë ligj, nuk ka nevojë me të pendohemi vëlla motër. Vetëm ky arsyetim do të bëj ty që të kthesh në ligjin e tij, të mos e shkelësh më dhe të besosh, vazhdosh të mbash besimin tek Ati dhe tek biri i tij. Kur themi që ligji i tij është hequr, kemi një Mesia dhe një Atin tjetër, ajo është idhujtari që kemi krijuar neve në mendjet tona, se shkrimi nuk ka folur për gjëra të tilla. Predikoj lajmin mirë, pendohu dhe beso tek Mesia, ajo është rruga qati, vetëm në emrin e tij ka shpëtim. Masandaj çfarë do të bëjmë? Për këto gjëra nuk flet asamblea. E dalim, marrim një varg këtu, një varg ande, ndërtojmë ato mësimet apo të gjitha seminaret që kanë ndërtuar vetëm një rrugë shkatëruese dhe manipulimit të shkrimit sipas mendjes mishore. Do bëjmë këtë, do bëjmë atë. A ka thënë Ati që duhet të ngulmojmë në ligjin e tij të përsosur? Po. A ka thënë vetë pa në Timoteus që të kushtojmë vëmendje leximit të shkrimit që është ligji i tij në këtë rast? Kur apostujt praktikuan ligjin e tij të përsosur, mbajtën, hengrën pastër, neve që kemi ndryshe. Dhe themi masandaj që do ndërtojmë mbi themelet e apostujve, të profetëve, të apostujve, të ungjilltarëve, profetëve dhe apostujve. Mbi profetët, cilë profetë? Profetët që ishin folur më përpara që Mesia nuk anulloi, në ligjin e përsosur që Mesia nuk anulloi. Sa asnjë pikë asnjë jote e ligjit nuk do të kaloj, tha. Dhe mos u gënjeni, tha, unë nuk erdha. E thotë 2 herë në vargu 17. Përse e thotë 2 herë? Në të vërtetë po ju them, kur e thotë ndonjëherë mbreti i lavdisë. E thotë që do na hyjë neve në zemrën tonë që mendja jonë të mos mashtrohet, që gjëja e parë që Satani zapton. Por do të shkojmë në ligjë përsosur, nëse kemi mbjellë në zemrën tonë, do të shikojmë, okay, çfarë thotë, është shkruar në ligjin që këtë gjë unë do ta praktikoj në jetën time. Jo, atëre largohen. E le, e hedh tutje. Veçohen për Ati, veçohesh nga Babilonia, nga bisha, nga adhurimi i bishës. Nga figura e saj që masandaj mos marrësh dëmkën një ditë që do vi fizike. Shpërtheni bashkë me brit magëzimi o rënjoja të Jeruzalemit, sepse Jahue ngushëllon popullin e tij dhe çliron Jeruzalemin. Flet në këtë rast mbasi kombet janë mbledhur kundra, thotë do ta çliroj, thotë, mbas atyre rënojave. Jahue ka zhvendosur krahun e tij të shenjtë përpara syve të gjithë kombeve. Të gjitha skajet e tokës do të shohin shpëtimin, lavdiati do shohin shpëtimin e Elohimit tonë. Të gjitha kombet, vëlla motë, shikoj pak vargun.
të gjitha skajet, po, në një kontekst, të gjitha skajet e tokës do të shohin shpëtimin e Elohimit tonë kur të zbresi qyteti i tij, Mesia ka zbritur, ka gjykuar kombet dhe do zbresi mas andaj. Qyteti dhe të gjithë do ta shikojnë atë perlën e Atit. Unë lutem Atit që ti je apo nuk je në besim, vëlla motre, të marrësh pjesë, të jesh brenda jetës së përjetshme, të jetosh për jetë në praninë e Krijuesit tënd. Ikni, dilni andej dhe mos prekni asnjë gjë të papastër. Mos hani asnjë gjë të papastër, miun, derrin, nakuriqin e natës, lepurin, midhje kocjet, janë të papastra. Je tempulli i frymës së shenjtë, nderoje Atin në tempullin tënd, vëlla motër. Dilni nga ambienti i saj, pastroni ju që mbani vazot e Jahwe, në flet për drejtuesit. Sepse ju nuk do të niseni me nxitim dhe nuk do të koni me turp, sepse Jahwe do të ecë përpara jush, Elohimi i Izraelit do të jetë përparoja jote, përparoja juaj. Do jetë në këtë rast do ecë përpara Atit, thot, por ka diçka që do të bëjmë, vëlla motër. Do të pastrohemi, thot, nga gjërat e papastra dhe thot të pastrohemi ju që mbani vazot, ju që mbani në këtë rast ju që mbani orakujt e Atit, thot, pastroni, thot, na flet Ati për pendimin, na flet për rishikimin, ekzaminimin tonë. Vargu 13. Ja, shërbëtori im do të begatohet, do të ngrihet dhe do të lartësohet shumë, duke qenë se shumë veta u çuditën me ty, sepse pamja e tij ishte e shfytyruar më tepër se çdo njeri tjetër dhe fytyra e tij ishte ndryshe nga ajo e bijve të njeriut. Për kë po flet këtu, vëlla motë? Flet për birin e tia. Profecia e mbretit të lavdisë, thot, shërbëtori im e quan Ati shërbëtorin tim, thot, ai do të begatohet, do të ngrihet, do të lartësohet, thot, duke qenë se në fillimin shumë veta u çuditën, thot, se pam që fytyra e tij në këtë rast ishte e shfytyruar, e goditën, e rrahë, nuk dalloheshe, thot. Ishte ndryshe nga ajo fytyra e bijve të njeriu, thot. Kështu ai do të spërkasë shumë kombe. Mbretit do të mbyllin gojen përpara tij, ja ku vjen gjykimi. Ku mbreti i lavdis, Jashua Mesia, Krishti do zbresi me fuqinë e tij, me autoritetin e tij, nga goja e tij do dali çfarë? Shpata, nga ana figurative dali fjala. Me anë të fjalës në këtë rast do gjykojë dhe engjëjt do ta mbështesin në çdo fjalë që ai do thotë. Kur Ati foli, në kur Ati vazhdon të flasë akoma sot, mbështeten engjëjt shërbëtorët e tij, në këtë rast mbështetin dhe shkojnë në zbatim të autoritetit të fjalës që Ati thotë, dhe në atë ditë Mesia ka të njëjtin autoritet. Engjëjt do përgjigjen fjalës së tij. Kështu ai do të spërkasë shumë kombe. Këtu mund të jetë beslidhja e gjakut të tij në këtë rast me anë të sakrificës së tij për të na pastruar mbasi ne besuam, po mund të jetë ndoshta edhe ajo është mas andaj se mund të kemi gjykimin që do të spërkasi shumë kombe me gjak, kjo nuk është, por ka të bëjë me beslidhjen, vëlla motë. Kur thotë që kështu ai do të spërkasi shumë kombe, është vazhdimësia e vargu 14, që në të rast ka fjalën që ishte fytyra e tij shfytyruar dhe pamja e tij nuk do dalloheshe. Ka fjalën për çfarë ndodhi në kryq në këtë rast dhe për beslidhjen dhe për faljen e mëkateve që është vetëm nëpërmjet emrit të tij. Haleluja. Dhe mbreti do të mbyllin gojën e tij përpara tij, ndërkohë mbreti thotë se do vinë të sillnin pasuritë e tij përpara në 1000 vjeçarin, vëlla motë. Sepse do të shohin çfarë nuk ishte treguar kurrë atyre dhe do të kuptojnë atë që nuk ishte dëgjuar. Mbreti do të mbyllin gojën përpara tij, në këtë rast urtësia e kësaj bote do të shpërftyrohet në kotësi në atë ditë kur mbreti i lavdis do shfaqet, dhe këta mbretër, qeveritarët e kësaj toke, thot, urtësia e tyre do bjerë përpara, do mbyllin gojën, thot, përpara tij, sepse do shohin që ai ishte mbreti i lavdisë dhe do kuptojnë, dhe shumë prej tyre, vëlla motër, do besojnë në 1000 vjeçarin që janë jashtë kombeve. Do ketë një korrje e madhe në atë ditë.
Dhe masandaj ajo korrje e madhe do të mësohet ligji, sepse nga Sioni do dali ligji, Isaia 2, do të mësohen rrugët e Atit. Atyre që kanë besuar, sepse do ta shikojnë fizikisht që është i vërtetë dhe është i gjallë, Mesia Jeshua. Prandaj thotë do t'jap autoritet mbi qytetet, mbi kombet, që të mësoni, thotë shërbëtorët e mi do të mësojnë rrugët e Atit tim, thotë ligjin e përsosur të Mesia, sepse unë jam kryeprifti, unë do t'ju mbiqyr, thotë, perde unë. Dhe juve, thotë. Përveç se ka dektyra të caktuara në tempullin brenda, në qytetin e ri, në Jeruzalemin e ri, në këtë rast qyteti që është 2300 km2, që flet me 12 stade në zbulesa 21. Përveç se thot do jetë në këtë rast shërbëtorë që janë brenda, thot, por ka dhe për tyre në këtë rast që do shkojnë në përkombe në qytete që unë do t'jap autoritet, që të kenë dhe ata me shufrën e hekurit që do mbretërojnë. Lavdimet e tjak. Vazhdojmë. Veslin e re, vlla motër, e dyta e Kefës, që është emri i tij vërtet. Kur vllai ve në klapa, janë emrat që ka vendosur më vonë për kthimet katolike, siç e dimë etj. E dyta e Kefës, të apostulli Pjetri që themi, kapitulli i parë. Shimon Kefa, shërbëtori i apostullit të Jeshua Mesias, atyre që kanë marrë pjesë një besim të çmueshëm sikurse edhe ne, me anë të drejtësisë e Elohimit tonë, të Atit, dhe të shpëtimtarit të Jeshua Mesia, hiri dhe paqja u shumoftë për ju në njohjen e Elohim dhe Jeshua, Zotit tonë, lavdjatit, është Zotit tonë, është mjeshtrit tonë, është sunduesit tonë, është mbretit tonë, Jeshua Mesia. Zoti është një titull, vlla motër, jepet në këtë Ati Jahwe ka të njëjtën titull. Zoti në këtë rast është ka të bëjë me fjalën Elohim, që vjen nga hebraishtja. Elohim jepet dhe engjëve, Elohim jepet dhe shumeri jepet dhe njerëzve si titull, duhet parë konteksti ku është vendosur. Kjo është gjë e më e rëndësishme në jetën tënde që ti të shikosh kontekstin, çfarë po thuhet, kujt po i flet, libri i zbulesës, shumë herë flet Ati, shumë herë deklaron Ati për birin e tij, shumë herë flet në këtë rast edhe për dhe vetë Mesia flet. Duhet parë konteksti. Libri i zbulesës është si puna e asaj reklamës që ti mund të shikosh për blerjen e një shtëpie tazem. Dhe kur shikon reklamën në faqe interneti, shikon fotot e asaj shtëpisë, që masandaj ti krijon në mendjen tënde krijon se thua idenë si mund të jetë ajo shtëpi që ti po shikon me anë të shumë fotove të ndryshme. Është e njëjta gjë që libri i zbulesës janë foto të dhëna në transvizione të ndryshme që jepen apostulli Johanan Gjoni, që neve të krijojmë një pikturë të përgjithshme në të rast në partotë në libri i zbulesës. Që vendosim masandaj ato puzzle, vendosim ato në vendin e dur, okay, zbulesa 22, okay, teta 12, 22, dhe fillon e krijon masandaj çfarë ndodhi. Shumë herë libri i zbulesës shkon përpara masandaj rikthehet për na dhënë detaj. Jo sepse ka një rrjedhshmëri kronologjike, vlla motër. Shkon përpara, rikthehet, masandaj flet për ngjarje të mëtejshme, rikthehet prapë në një vend tjetër për na dhënë detaje. Dhe jam të bashkangjitura të ndërtuar me profetët, sidomos me librat me ligjin ka plot, librat e Enokut, librin e Jubilesë që ishin pjesë deri në 1600-ën, lavdjati që flasin për Mesian, profesitë për ardhin e tij, për 1000 vjeçarin, që farisejtë në shekull të dytë i hoqën. Nëse vazhdojmë. Dhe duke qenë se fuqia e tij hynore na dhuroi të gjitha gjërat që takojnë jetës dhe devotshmërisë, në këtë rast nderi ndaj Atit, me anë të njohjes së Atij që na thirri me lavdinë dhe virtytin e vet. Ne ata përkthejmë se kemi këto fjalët Atij, ai. Okej, vargu 3. Duke qenë se fuqia e tij hynore, fuqia e tij kujt? E Atit, vëllai. Na dhuroi të gjitha gjërat që takojnë jetës dhe devotshmërinë me anë të njohjes së Atij. Okej, Atij, me anë të njohjes së karakterit të Atit, po u shfaq me anë të njohjes së Mesias, kjo mund të qëndrojë, që na thirri me lavdinë dhe virtytin e vet, me anë të cilave na u dhuruan premtime të çmueshme dhe shumë të mëdha. Unë besoj që po flet për Atin. Që Ati në këtë rast ka dhënë premtimet e tija, në nëpërmjet birit të tij.
që nëpërmjet tyre të bëhemi pjesëtar të natyrës hyjnore, kujt të Atit. Efezianë 5:1, të imitojmë Atin, karakterin e tij, duke i shpëtuar prishjes që është në botë për shkak të lakmisë. Lutem Atit që sot disa prej vëllezërve motra të shpëtojnë, të vraposh vëlla motër prej lakmisë që janë në botë, që të marrësh jetën e përjetshme, të dishipullizohesh në urdhrimet e Atit, të marrësh pjesë në miqësinë. Shumë prej jush kam afruar, vazhdoj të trokas në zemra, t'ju flas, ju them, por takon ty vendesmëria. Dhe ju, thot apostulli Kefa tjetër thot, për të njëjtën arsye duke bërë çdo përpjekje, ngulmuar, qëndruar, duke bërë çdo përpjekje, t'i shtoni besimit tuaj virtytin, dhe virtytin diturinë, virtusinë, dhe diturisë, urtësisë në këtë rast vetë kontroll, dhe vetë kontrollin qëndresës së devotshmërisë, në këtë rast dhe mëshirës, thotë dashurisë vllazërore dhe dashurisë vllazërore dashurinë. Është pak më lejo ta shikoj pak vëlla motër, të dyta e Pjetrit i 1:5, është pak një përkthim që nuk më pëlqen aq sinqerisht, ka shumë gjëra që janë lënë nga anglishtja vërtet. Apo marrim King James, o ndoshta New King James, e dyta e Pjetrit 1:5 deri në okay. Ja një moment, vamo të sa ta e pa shkrimi, se më dua që të kuptohet shkrimi, se shumë herë përkthimi tonë në le për të dëshiruar. Po, paka shumë, po, diçka të vogël, qëndresës, thot këmbguljes, me pak fjalë, kur flet për diturinë, flet për urtësinë, urtësia, lavdiatit. Po, vazhdojmë. Sepse nëse këto gjëra gjenden me ju në shumicë, cilat janë këto gjëra vëlla motër? Janë është fruti i frymës që po flet të njëjtën kohë. Sepse nëse këto gjëra gjenden me shumicë, nuk do t'ju lejojnë të bëni përtacë dhe të pafrut në njohjen e Zotit tonë Jashua Mesias, Krishtit, duke patur cilat kritere, në të rast cilat fruten të bëjmë përpjekjen të ngulmojmë, të qëndrojmë në urdhrimet e Atit, Zbulesa 14:12, duhet qëndrueshmëria e shenjtorëve, ata që zbatojnë urdhrimet e Atit Elohim dhe besimin tek Jashua, duke bërë përpjekje, qëndresën, thotë, të shtoni besimit tuaj, besimin duhet të jetë i themeluar gjithmonë tek Ati, tek i Biri i Tij, vëlla motër, pa dyshim, mos e lejo dyshim në mendjen tënde, nuk e pe për një moment o nuk ndodhi. Ngulmo, kërko fytyrën e Atit, zbato urdhrimet e Tij, besoj në këtë rast e prit, sepse në atë periudhë Ati po teston në të njëjtën kohë zemrën tënde dhe timen, për të ditur a do kemi në të vazhdueshmërinë e besimit tonë, a do qëndrojmë, a do t'i besojmë me gjithë zemër, apo në momentin kur ne bëjmë llogaritjet tona, 1+1=2, okay, nuk ndodhi. Kaloj java, kaloj muaj, nuk erdhi. Ati i di çfarë kemi nevojë para se ne t'ia kërkojmë. Kërkon zemër, kërkon pastrimin, kërkon formimin e karakterit vëlla motër, që ne të kemi disiplinën që Ati kërkon, që të përdoremi prej Tij. Virtutin urtësia që ndodhet në ligjin e Tij, lavdiatit, vetë kontrollin, vetë kontrollin, ta shtypësh mishin, dhe mishi si shtypet nga fryma, në momentin që neve i bindemi, thotë shkrimi. Kur neve i bindemi Atit, fryma vepron dhe shtyp mishin tonë. Vetë kontrollit, thotë qëndrueshmërinë, qëndresës të devotshmërinë, në këtë rast e ka fjalën për karakterin e Atit, mëshirën, dashurisë vllazërore, thotë dashurinë. Kjo puna e dashurisë dashurisë ka fjalën mirësisë vllazërore, nga jo anë dashuri, mirësia vllazërore, pastaj flet për dashurinë. Sepse argumente, sepse ai që nuk i ka
këto gjëra është i verë, më thot, dhe ditë të shkurtër, sepse harroi pastrimin nga mëkatet e tija të vjetra. Prandaj vëllezër, përpiquni gjithnjë më shumë të përforconi thirrjen edhe zgjedhjen tuaj, sepse duke bërë këto gjëra, nuk do të pengoheni kurrë, duke bërë këto gjëra cilat, ato gjëra që folëm pak më përpara, në vargu 5 dhe në 6, të gjitha virtutet dhe i shikon të gjitha kriterit që na flasën urdhërimet e Atit, karakteri i tij. Ata po flet apostoli Kefa Pjetri që në vargun e parë po e flet kujt? Po e flet vëllezërit e tyre që ishin shpërndarë në diasporë. Ishin në Turqinë e sotme, perëndimore. Atëherë që Azia, atyre po e fliste, vëllezër motra, po tani e dini që Zoti tonë Jeshua Mesia thotë është ringjallur, thotë, dhe të ecim në urdhrimin e ligjit të Atit, thotë, të gjitha virtutet që i shikon të gjitha gjëra në këtë rast janë pjesë e karakterit të Atit. Vazhdon shkrimin e 11. Sepse kështu begatisht do t'u hapet hyrja në mbretërinë e mësuar të mbretërinë e përjetshme, ka fjala mësuar, nuk kuptohet më së shumë, por në mbretërinë e përjetshme të Zotit dhe Shpëtimtarit tonë Jeshua Mesias. Lavdimit të tij. Përse? Sepse po flisim për urdhrimet në Zbulesa 22:14 dhe ndoshta është që ti dhe ta shikosh vëlla motër, që prandaj thotë që për të patur këto virtytet e urdhrimeve të ligjit të Atit, do të bëjnë të mundur që të hysh në portat e lavdisë dhe në mbretërinë e përjetshme të Zotit tonë Jeshua Mesias. Atë që po flisja pak më përpara, vëlla motër. Kur themi që shkrimi është në harmoni me vargje të caktuara që kur shikon mbretëria, mbretëria e qejve, Mateo 5, 19, të zbatojmë urdhërimet që t'jemi më të mëdhenj apo më të vegjël në mbretërinë e tij. Prapë ligji përsosur përmendet. Tu përmendim hyrjen, thotë që të hapet hyrja, po do hapet hyrja me hyrjen e tij, por duhet të bëjmë diçka. Dhe thotë Zbulesa që shikon. Më vjen keq për vëllezër motra që mundohem që të tregoj rrugën e mirë, hyrjen në mbretërinë, e marrim si brengë ligjin, urdhrimet e Atit. Kjo është në vërtet nuk e di, nuk është zemra gati për të hyrë në mbretërinë e tij. Zemra zihet shumë herë me puna, disiplina tonë është e kushtuar ndaj gjërave të tjera sesa ndaj shkrimit, ndaj mbretërisë, të bëj përgatitjen për të hyrë në mbretërinë e tij. Çfarë thon urdhrimet e tij të Atit? Çfarë thotë në këtë rast shkrimi? Çfarë tha Mesia? Mesia praktikoi ligjin e Atit, vëlla motër. Hapurazi. Prandaj sepse ligji atëherë nuk po predikohej nga farisejtë. Dhe prandaj e pani që ky pas ka një doktrinë në këtë rast përtej farisinjve. Sepse po fliste në këtë rast të ligjin e përsosur të Atit, që është i përjetshëm, siç është karakteri i tij. Folëm nëse duke patur këto, sepse kështu begatisht do t'ju hapet hyrja në mbretërinë e përjetshme të Zotit tonë, Shpëtimtarit tonë Jeshua Mesias, apo jo? Luma ata që kryen urdhrimet e Atit, Elohim, që të kenë të drejtën për në druri jetës për të hyrë në portat e qytetit. Qyteti i ri, Jeruzalemi i ri. Dhe më vjen keq që normal që ka një po ngulmojmë. Po ngulmojmë vëlla motër. Dhe po marr kohën time dhe po përgatit shkrimin e vërtetë, Biblën e plotë, të restauruar me emrat e vërtetë, me librat e hequr, që kanë hequr, me librat e humbur që i quajnë, dhe të gjitha gjërat që kanë shtrembruar shkrimin. Po të kesh një zemër, masandaj mund ta marrësh, ta printosh vetë, apo bëj edhe aplikacion me hyrjen e Atit në internet, në këtë rast në internet, në Android dhe në Apple, për të shkarkuar që të marrim, sepse kur shikojmë në këtë rast, druri i jetës, çfarë do thotë? Është pema e jetës. Pema e jetës, që ishte në kopshtin e Edenit, për të po flet, do jetë në qytetin
e tia, vëlla motër. Drejt në mbretërinë e Mesias, vëlla motër. Atë po flet. Prandaj thos vëllai që lum ata që kryejnë urdhrimet e tia, sepse duke patur urdhrimet e tia, të kesh të drejtën për në drurin e jetës për të hyrë në portat e qytetit. Atë po fliste në këtë rast vet Kefa Pjetri në këtë rast. Çfarë po flet? Është i njëjti kontekst që urdhrimet e tia shprehen siç e pam pak më përpara, duke bërë ngulmuar në urdhrimet e Atit, dhe urdhrimet e Atit i japin në këtë rast frutet në jetën tonë, të tilla frute. Dashurinë, thon, dashuria vllazërore, se ta duash të afërmin, si vetja jote. Po do të duam Atin fillimisht, të zbatojmë urdhrimet e tia, pastaj duke zbatuar urdhrimet e tia në të njëjtën kohë, po duam në këtë rast dhe po shprehim dashurinë vllazërore apo mirësinë po shtohet urtësia nëpërmjet urdhrimeve të Atit, të ligjit të tia. Shtohet virtuti, shtohet po ti si të ecësh nëpërmjet fjalës, urdhrimeve, llamba që është në këmbën tonë, në Psalmin 19 vëlla motër. Por unë mendoj se është e drejtë përderisa, vargu 12, prandaj nuk do të le pas dore t'ju kujtoj vazhdimisht këto gjëra vëlla motër në jetën tënde. Nuk do ndaloj së kujtuari vazhdimisht këto gjëra për të hyrë në portat e qytetit. Ndose ju e dini dhe jeni të pa tundur në këtë të vërtetën. Okej, aty është pak për të shikuar se ata ishin në të vërtetën e urdhrimeve që ishin judenjtë. Ju mungonte Mesia Jeshua. Neve në këtë rast na mungon diçka tjetër. Por unë mendoj se është e drejtë përderisa unë jam në këtë tendë, t'ju mbaj zgjuar duke ju sjell këto gjëra ndërmend. Duke ditur së shpejti më duhet të lej këtë tendën time, thoshte këtu ishte fundi në këtë rast për apostullin Kefa Pjetrin, sikurse ma tregoi Zoti ynë Jeshua Mesia, që në këtë rast do vëlla motër nuk do shkonte në qell. Siç themi, shkoj në qell. Shkoj me Atin. Ka dy kompartamente nën tokë që është kompartamenti është gjiri Abrahamit, i të drejtëve, dhe është ferri nga ana tjetër. Është në këtë rast është kompartamenti i të drejtëve, të shpirtrave në këtë rast të shpëtuar që presin ringjalljen. Dhe ata nga ferri presin ringjalljen për të gjykuar nga afroni i bardhë i Mesias. Në atë ditë që masandaj do hidhen në liçen e zjarrit. Lemati masandaj për gjërat e tjera që po ndodhin tani, të vendosi. Prandaj, unë po ja rikujtoj vazhdimisht këto gjëra, vëlla motër, t'u mbaj zgjuar duke ja sjellë ndërmend këto gjëra, sepse janë disa aspekte frymërore që neve duhet të praktikojmë në jetën tonë. Por do të kujdesem që pas largimit tim ju mund t'ja kujtoni gjithnjë këto gjëra. Gjëra vëlla motër flet për fjalën e përjetshme në vargu 1:23. Fjala e përjetshme, apostulli Kefa në këtë rast çfarë kishte këtu? Kë fjalë të përjetshme kishte në kapitulli i parë. Kishte ligjin e përjetshëm. Këto janë letra që janë inkurajuese ndaj komuniteteve në këtë rast, ndaj kishave të atëhershme. Nuk është ligji përsosur, shkrimi që themi, vëlla motër. Neve masandaj u morën këtë rast dhe njeriu i vendosi masandaj, morëm dhjatën e vjetër, morën dhjatën e re dhe i vendosëm dhe ne thamë që është Bibla. Bibla masandaj është një emër, ka dalë në një vend tjetër, po e lem. Shkrimi, the scriptures, do të thënë, le skriture në italisht. Ky është masandaj, dim që njeriu i vendosi, nuk foli engjëlli, vëlla motër, që thanë këto libra do të jenë në Bibël. Nuk foli engjëlli nga Ati. Njeriu në të rasti shikovi, vendosi, beri ekzaminimin e tia dhe pasandaj lem jashtë gjërat e mira dhe vendosëm po janë të mira ato që kemi vëlla motër, por ka akoma disa gjëra të tjera. Ndoshta ju e keni parë, po unë mund të sjell shko çfarë një diçka të vogël për ta sjell në zemrat tona. Po të shikosh në këtë rast dy përkthime.
po të shikojmë dy përkthime. Ke përkthimin që sot ka të rastë. Versionin mazoretik që mazoretikët ishin skribët, jetarët, farisejt e asaj kohe që morën përkthimin hebrej dhe përkthyen në greqishten e ateshme. Dhe ky është versioni mazoretik që kanë të shumë të sot që quhet versioni King James që kanë në këtë rast kishat. Dhe shikoj Jobin 44, vargun e fundit, çfarë thot versioni mazoretik me versionin të Septuaginës. Versioni Septuagina ishin 72 hebrejnë që biri i mbretit të Aleksandrit të Madh zgjodhi që ta përkthenin dhjetën e vjetër nga hebraishtja në greqishten e ateshme. Shikoj çfarë shkrime kanë lënë jashtë, shikoj Jobin 17, çfarë shkrime në këtë rast kanë hequr, kush i hoqi. Në versionin mazoretik të farisejve, vendosi kështu Jobi vdiq plak dhe plodit kaq. Ndërkohë, versioni Septuagina në këtë rast flet për një mal me vargje që duhet ishin që përcaktojnë jetën, karakterin e Jobit, kush ishte, çfarë bente. Versioni Septuagina. Dhe Jobi vdiq plak dhe plodit, pastaj vazhdon. Dhe është shkruar se ai do të ringjallet me ata që Jahve do të ringjallë. Ky njeri përshkruhet në librin e Sirian si banues në tokën e Ausit, në kufin të Idumeas dhe Arabis. Dhe emri i tij më përpara ishte Jobab. Dhe përshkruan, mësandaj në këtë rast mos gabojnë Zanafilla, përshkruhet për Jobabin, që ishte mbret, Jobi. Dhe pastaj mori një grua arabe, ai lindi një djalë që quhet Enon, dhe ai vet ishte djali i babait të tij Zare, dhe nga bijtë e Esaut, i nënës së tij Bosora, kështu që ai ishte i pesti nga Abrahami. Dhe këta ishin mbretërit që mbretëruan në Edom. Ishte një nga mbretërit. 3 shokët e tij ishin mbretërit që erdhën nga motor. Kur Ati në këtë rast po punonte çik me Jobin atë kohë. Mbi të cilën ai sundoi i pari Balaku biri i Beorit dhe emri i qytetit të tij ishte Deneba dhe pas Balakut Jobabi i quajtur Job dhe pas atij Asomi që ishte guvernator nga vendi i Tamanit dhe pas atij Adadi biri i Barit i cili shkatërroi Median në fushën e Moabit. Dhe qyteti të tij ishte Gethaim. Dhe miqtë e tij që erdhën tek ai ishin Elifazi, bijtë e Esaut, mbretit e Themaive, Baldadi, Savoj, dhe masandaj Sofari, mbreti i Minanve. Ka 3 mbretërit ishin që erdhën nga Jobi që ishte mbret vetë, vëlla motër. Çfarë do të them? A e shikon sa vargje janë jashtë nga njeriu? Farë mund të mendojmë për libra të tjera, po vargje të tjera që ka plot në versioni Septuagina që zbulon gjërat që janë hequr. Po të shikosh Isaia 9:6. Në versionin Septuagina unë të inkurajoj shikoje çfarë flet dhe si e kanë përkthyer masandaj realisht dhe unë të them të drejtën vëlla motër, i besoj më tepër versionin Septuaginës se sa versionit të mazoretikëve të farisejve. Sepse shumë gjëra u hoqën për shkak të Mesias, shumë gjëra u hoqën sepse ata nuk ishin interpretimin e duhur. Përse do të lishe komplet kyll në këtë rast vargjet më vonë të Jobit, ose vargu i fundit nuk më si mund të themi, por ke një plot, një kapitull më vete. Nëse vazhdojmë të shkrimi. Vazhdojmë të vargu 16 e para e kefës e Pjetrit, e dyta e Pjetrit 1, sepse nuk janë bërë të njohur thot fuqitë e ardhjes të Zotit tonë, Jashua Mesias, Krishtit, duke shkuar pas përrallave të sajuara me meshtri, thot, por sepse jemi dëshmimtar okular të madhështisë së tij, thot apostulli. Dëshmuan për të, sepse ai mori nder dhe lavdi nga Elohimi atë, e mori prej tij, çdo gjë që un kam e kam marrë prej tij. Dhe kur erdhi ky zë nga lavdia e madhërishme, kur ata e dëgjuan në transfigurimin, ky zëri thotë që erdhi, thotë ky është birimi i dashur të cilën jam i kënaqur. Dhe ne dëgjuam këtë zë që vinte nga qielli.
Vlla motër, foli ati me zërin e tia. Siç foli në malin Sinai që mas andaj u strukën dhe më thanë Moshe, tha, foli ti, tha, sepse ne, tha, kemi frikë, tha, fol ti me te. Ati flet me fjalën e tia. Ka, në këtë rast, ka trupin e ty hynor, ka të fuqi, ka karakterin e tia, vlla motër. Dhe ka foli dhe në këtë rast dhe dëgjuan, ne dëgjuam zërin që vinte nga qielli, thotë. Kur qemë bashkë me te në malin e shenjtë. Ne kemi dhe më të vërtetuar fjalën profetike me të cilën bëni mirë t'i kushtoni kujdes, si një kandil që ndriçon në një vend të errët derisa të zbardhë dita dhe ylli i dritës të lindë zemrat tuaja. Duke ditur së pari këtë se asnjë profesi e shkrimit, e kujt shkrimi vlla motër? Profesit e shkrimit të ligjit të profetëve, ajo është që pam pak më përpara, që flet në para Timoteus 4:13, ai shkrim thot nuk është objekt interpretimeve të veçanta. Nuk është të interpretojmë ne, na interpreton shkrimi shkrimin, ne interpreton urdhërimet në këtë rast me vargjet e tjera. Sepse asnjë profesi nuk ka ardhur nga vullneti i njeriut, por njerëzit e veçuar të shenjtë të Elohim kanë folur të kaluarën në shkrimin e ligjin në urdhrimet e Atit, që është nga Zanafilla deri tek Mateu, thot, për atë shkrim thot, njerëzit në këtë rast ishin njerëzit e shenjtë të Elohim që kanë folur, të shtyrë nga fryma e shenjtë. Ja, ku fryma e solli në fund dhe prap interpretimin e fjalës shkrimit që flet në këtë rast Mesia foli, Pietri vazhdon të flasi, që është në këtë rast për ligjin, në këtë rast nga Zanafilla deri tek Mateu, që përmbledhen nga ana, ligji do thotë instruksione vlla e motër për jetën tonë. Janë urdhërime, instruksione që ne të jetojmë mirë në jetën tonë këtu dhe të marrim dhe jetën e përjetshme mbasi erdhën dinisë së vërtetës, mbasi vulose me frymën e shenjtë, mbasi ke besuar, pastaj është ecja jonë në atë shkrimin, në ligjin e përsosur vlla motër. Lavdërimit të tia. Shpresoj vlla motër të ketë punuar Ati thellën në zemrën tënde. Shpresoj me gjithë zemër që kjo fjalë që mund të jetë mbjellë në zemrën tënde të prodhoj frute 30, 60, 100 fish në jetën tënde. Vazhdo të ngulmosh vlla motër në ligjin e tij të përsosur në shkrimin, të mos jetë interpretime vetjake, të mos jetë objekt, në këtë rast Ati, karakteri i tij, shkrimi i tij, Mesia i vërtetë në këtë rast mos jetë objekt interpretimesh vetjake apo të një paraqitje të një Zoti tjetër që Mesia dhe apostujt nuk kanë njojtur. Në emër të Jeshuas. Haleluja. Shalom, shalom vlla motër. Do dëgjohemi sërish me hirin e tia për lavdi të Atit dhe të birit të tia. Orgres pa i nga zeri Mesias, atë ju bekoft, shkëlqef të tyne tim bi ju, qofti më shirëshë me juve. Bej, një like, një share, një comment vlla motër, si këtu në Facebook dhe në YouTube kur mund të dëgjoni për lavdi të tia. Adonai bekoftë, mjeshtër tonë Ati, paqja dhe hiri ti që ndroftë me juve, lavdërimit të tia. Haleluja.